Mirë se vini në botën e yjeve. AstroChart, bëni subscribe për më shumë video. Shenjat më të drejtë për drejta të horoskopit. Në vend të parë, shigjetari. Shigjetari është i drejtë për drejtë, në atë lloj mënyre që ndonjëherë të lë pa fjalë. Ai thotë të vërtetën siç është, pa lëmuar asgjë sepse nuk i pëlqen hipokrizia. Nuk e ka problem të thotë kur e ke gabim ose kur nuk po mendon drejt. Do sinqeritet 100% edhe kur është i ashpër, pret të njëjtën gjë nga të tjerët. Në vend të dytë, Luani. Luani është i drejtë për drejtë sepse nuk ka pse të fshihet. Ka vetbesim të palëkundur dhe thot hapur çfarë ndjen, çfarë i pëlqen dhe çfarë e ofendon. Në marrëdhënie ose debat nuk i ri askujt fshehur. Dhe kur të thot diçka e thot me zë, me ton dhe me bindje, nuk ka vend për keq kuptime. Në vend të tretë, Virgjëresha. Virgjëresha është e drejtë për drejtë në mënyrë logjike dhe ultra të saktë. Ajo nuk i rrej gjërat, thot faktet siç janë, pa e ëmbëltuar sepse është perfeksioniste dhe kërkon qartësi. Nëse mendon se ke gabuar, do ta dëgjosh pa filtra. Nëse diçka nuk funksionon, Virgjëresha do ta thotë hapur, qartë dhe prerë. Sinqeriteti i saj është kirurgjikal, i saktë, i thatë dhe brutal kur duhet.